Pse Zvicra mbron pasurinë e të gjithëve. Zvicra është e vogël, pa dalje në det, e rrethuar nga perandori, pa naftë, pa koloni, pa dominim ushtarak. Kështu që ata gjetën diçka më të mirë, neutraliteti si model biznesi. Në vitin 1815, pas disfatës së Napoleonit, Zvicra shpalli neutralitet të përhershëm, që atëherë ata nuk kanë marrë pjesë në asnjë nga mbi 100 konfliktet ushtarake të Evropës. Por si e ruajnë këtë? Malet fshehin mbrojtjen e tyre, bunkerët e gdhermdur në shkëmbë, çdo urë dhe tunel i pajisur me eksploziv, gati për të shpërthyer nëse dikush pushton. Gjatë luftës së dytë botërore, ata pranuan monedhën gjermane, që askush tjetër nuk do ta prekte, dhe në këmbim, Gjermania i la të qetë. Ky u bë modeli i tyre. Oligarkët rusë, zyrtarët e partisë kineze, miliarderët amerikanë, paratë të gjithëve pranohen, që do të thotë se nëse Zvicra pushtohet, të gjithë kanë diçka për të humbur.